Prokuroria Evropiane ka ndërmarrë hetime të gjëra në prag të niveleve më të larta të institucioneve të Bashkimit Evropian me Federica Mogherinin, ish shefe e diplomacisë së BE-s, aktualisht rektore e Kolegjit të Europës, si qendër të dyshimeve. Ajo është ndaluar gjatë kontrolleve të zhvilluara në Bruksel dhe Brugës, ku hetuesit po verifikojnë mënyrën se si janë menaxhuar fondet e destinuara për Akademinë e Re Diplomatike të BE-s, një program vjetor trajnimi i financuar nga EEAS për formimin e diplomatëve të rinj evropian. Dyshimet kryesore lidhen me mundësinë e marrjes së informacionit të privilegjuar mbi tenderin publik që financoi programin, si dhe me favorizimin dhe konkurrencën e padrejtë të përzgjedhjes të projekteve fituese. Përveç Mogherinit, në pranga kanë rënë dhe 2 persona të tjerë të hetuar për abuzim dhe fondet e publikut, konflikti interesi dhe shkelje të sekretit profesional të aktivitetit të viteve 2021 dhe 2022. Hetuesit po shqyrtojnë gjithashtu rrethanat e blerjes 3.2 milion eurosh të një ndërtese nga Bruges në Kolegjin e Europës, i dedikuar për akomodimin e diplomatëve të pjesëmarrjes në program, ku blerja konsiderohet një element kyç në analizën e mundshme të keq menaxhimit të fondeve dhe procedurave të paqarta financiare. Për momentin, Mogherini nuk ka dhënë asnjë deklaratë publike lidhur me hetimin. Kolegji i Europës, i themeluar në vitin 1949, është i njohur si institucioni më prestigjioz për formimin e elitës burokratike dhe diplomatike të BE-s. Përballet me një skandal që pritet të ketë pasojë afatgjata, pastisjet e fundit kanë shtuar presion mbi institucionet evropiane, të cilat ndodhen sërish në qendër të kritikave për mungesë transparence dhe kontroll të brendshëm.